A keni një koment në lidhje me debatet e brendshme të socialistëve, të cilët u bën dje publike përmes replikave në distancë të Spiro Palit dhe Ballës? Debati im është ky, komenti im është ky. Eliza kërkon qiqra në hell. Eliza kërkon në shpellën e mafjes debat të hapur. Pra, kjo është shpreha më e butë që mund të përdorja për kërkesat e Elizës. Kërkon debat të hapur për Lubin dhe ja kërkon taos. Ja kërkon taos debatin. Në kohë që e din që Skënderbuçi i saj është kryekput, është të themi Lubia me pantallona. E ka shumë të qartë. Ky është komenti. Daniela Maloku, Report TV. 2 ditë më parë nga Partia Demokratike ka dalë një vendim që përjashton nga grupi i këshilltarëve të Bashkisë së Durrësit, nga grupi i Partisë Demokratike të këshilltarëve të Bashkisë në Bashkinë e Durrësit, 2 emra, Dritan Burgion dhe Arlind Boshkun. Sipas reagimeve që këta 2 emra kanë patur në rrjetet sociale, përjashtimi lidhet me një drek që ato kanë patur me Ervin Salianjin apo me mbështetjen tashmë publike që i kanë dhënë atij. Në një reagim tjetër, Partia Demokratike dje sqaroi se bëhet fjalë për shkelje që këta 2 emra kanë bërë duke dëmtuar interesat politike të Partisë Demokratike. A lidhet përjashtimi i tyre me mbështetjen ndaj Salianjit dhe a do të kenë të njëjtin fat të gjithë ata që kanë dalë publikisht në mbështetje të tij, dhe nëse nuk është kjo arsyeja, cilat janë veprimet konkrete që ata kanë bërë, apo lidhjet konkrete që ata kanë patur për fitimet e ndryshme që këta emra kanë patur, që ka sjell edhe përjashtimin e tyre. Faleminderit. Spari, më duhet të them se këtu para jush, në mënyrë të përsëritur, por edhe para antarësisë së partisë në Durrës. Këta 2 zotëri janë denoncuar nga Sali Berisha për qëndrimet e tyre antistatutore gjatë fushatës elektorale dhe qëndrimet si këshilltar të Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Durrësit. Njëri kryetar, tjetri këshilltar. Pra, ata që pretendojnë se janë dëshkuar për fjalët, për mendimet, ata mashtrojnë veten dhe mashtrojnë të tjerët. Në mënyrë absolute jo. Por ata të cilët ngatrojnë fjalët dhe mendimet, të cilat në këtë parti kanë qenë dhe do mbeten gjithmonë të lira, me qëndrimet, ata bëjnë një gabim që duhet ta rishqyrtojnë. Nuk ka asnjë lidhje me asnjë deklaratë, se s'mund të më citoj kush një deklaratë të tyre. Më thoni ju mu një deklaratë që ata kanë bërë. Jo. Ata, më falë. Jo, asnjë deklaratë s'kanë bërë ata. Nuk ka mu një deklaratë për të cilën të them se ata nuk më pëlqen kjo. Çdo njeri është i lirë të bëjë çdo deklaratë që don. Nuk ka këtu, liria mendimit është e garantuar. Por qëndrimet janë qëndrime. Qëndrimet janë qëndrime. Në qoftë se ti
në fushat elektorale në betej, besimin që ta dham, sekretar politik Dege, e përdorë si dashsula, atëherë ti s'kerve e përjashton vetën nga partia dhe nga organet. Qoftë se punon për kandidat e Partisë Socialiste dhe jo për kandidat e Partisë Demokratike duke majtë postin që ke, ti ke majtur një qëndrim që ke nxjerrë vetën vetë jashtë partije. Cilin kandidat të Partisë Socialiste kanë mbështetur? Pa, këto, një minutë, do vimë në aty. Po. Këto, spari. Së dyti, në qoftë se ti jenë këshill, dhe shko njërë në 6 muaj sa për të marrë ato lekë, nuk shko në mbledhjet këshillit, për të mbrojtë interesat e qytetarëve, ti tradhton dhe shkelmon ata që të kanë votuar, apo së shu. Në qoftë se ti jenë këshill, dhe përdor pushtetin si këshilltar për të asfaltuar apo për të përfituar favore personale, nuk është ky pse të kanë votuar qytetarët e Durrësit. Jo. Qytetarët e Durrësit kanë votuar ty për të mbrojtur interesat e tyre, jo për të zgjidhur çështjet tua personale. Ndaj dhe këta, asnjë prej tyre, nuk këta të dy, nuk kanë asnjë lidhje me fjalë apo mendime, kanë lidhje me veprime dhe vetëm veprime. Dhe në mënyrë absolute, çdo bashkëpunim me Partinë Socialiste dhe me qeverinë do të ndahet. Përfundimisht, ka ikur koha që ato kohra kanë marrë fund për Partinë Demokratike, kanë marrë fund. Njëre mirë, kështu që s'ka asnjë lidhje me ato që thoni ju, le ta lidhin kush doj, ka një statut që është zbatuar plotësisht, për të gjitha, është procedurë e Degës, që ka kërkuar qendrës dhe qendra ka marrë qëndrimin e saj, për qëndrimet e tyre, jo fjalët e tyre. Nuk mund të dënohet kush për mendimin dhe fjalën. Ja çdo lloj. Apo qofse bën fushat për socialistët, qofse përdor pushtetin për qëllime personale, pastaj jo nuk shkon ajo. Se edhe njëre kam këtu tek ju, jo kam thënë rastin unë. Është nën kryetare e bashkisë në Tropoj. Ajo ka ndërtuar një urë në një prue afër shtëpisë vet. Ajo hyn dhe del dhe është në gjykatë, sot gjykohet. E ka çuar Partia Demokratike atë për gjykim. Ka përdor pushtetin për interesa personale. Nuk mund të kemi dy standarde ne. Jo. Kjo është shumë thjesht. Ndaj dhe asnjë variant tjetër nuk është. Megjithatë, kjo parti ka institucionet e veta, është e hapur, ata kanë të drejtë të ankohen e tjerë me radhë. Por nuk ndëshkohet kush për fjalën dhe mendimin. Jo. Nuk ka asnjë lloj, asnjë gjë të tillë, nuk mund të ketë. Tani këto do t'ja u jepni mediave me digital, t'ja u çonin, se janë dokumentat e këtyre të Manchester Agassi